ligji i ndërtimit të komuniteteve nuk është i gabuar në vetvete, sepse siç thuaj ti do të duheshin mbase në Shqipëri nëse të aplikuar korrektsisht. Do duhet të ishte ndoshta një çik më i rreptë dhe me më shumë rregulla për sa i përket pastaj trajtimit të fëmijëve në komunitet, kush i xheston, kush i merr lekët, qysh i merr lekët, ka një kontroll se si trajtohen këta fëmijë apo s'ka një kontroll. Si thoni, krahasoj komunitetet deri diku me burgjet, domethënë nuk do të jenë komunitete edukative, por për fat keq, ashtu si janë në Itali të paktën shumica, çka kam dëgjuar. Klientët që kam dëgjuar asnjë nuk ka dalë më i mirë se çka hyrë që atje. Kështu që nuk e di çfarë kuptimi mund të kenë në këtë lloj forme që janë. Në ligj ngelen boshllëqe, ngelen vrimë boshe. Dhe këto vrimë boshe shfrytëzohen pastaj nga personat që janë kriminal, ta themi, ti quajmë me fjalën